Gjykata kushtetuese ka vendosur të lërë të pandryshuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Fation Karmeshnës, i shpallur fajtor për vrasjen e një gruaje në Melgush të Shkodrës në prill të vitit 2016. Karmeshna është dënuar në të 3 shkallët e gjyqësorit për vrasjen e Suela Sulos, bashkëshortes së Sadetin Sulos, pronar imobilerisë ku Karmeshna punonte. Krimi sipas vendimeve gjyqësore është kryer me urdhër të Sadetin Sulos. Para gjykatës kushtetuese, 42 vjeçari kërkoi shfuqizimin e 3 vendimeve gjyqësore, duke pretenduar se gjykatat e mëparshme nuk kishin kryer hetim të plotë dhe të gjithanshëm, se kishin injoruar provat të kërkuara prej tij dhe se vendimet ishin bazuar në prova të paqena dhe të pambledhura sipas ligjit. Megjithatë, në shqyrtimin paraprak të ankimit, një kolegj prej 3 antarësh i gjykatës kushtetuese konstatoi se pretendimet e Karmeshnës për cënim të drejtave kushtetuese ishin haptazi të pabazuara. Për këtë arsye, gjykata vendosi të mos e kalojë çështjen për gjykim, duke lënë kështu në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm. Fation Karmeshna u arrestua në vitin 2018, gati 2 vjet pas ngjarjes, kur Suela Sula u gjete pa jetë në tualetin e mobilerisë në pronësi të bashkëshortit të saj, Sadetin Sula. Fillimisht dyshimet u përqendruan vetëm tek biznesmeni, por hetimet zbuluan se ai ishte organizatori i krimit. Sipas vendimeve gjyqësore, vrasja u krye nga Karmeshna me duar dhe mjete të tjera, me urdhër të punëdhënësit të tij. Në gjykatë u provua se materiali gjenetik i gjetur në thonjtë e viktimës përputhej me ADN-n e Karmeshnës. Gjykata konstatoi se krimi ishte pasojë e një marrëdhënieje të tensionuar bashkëshortore për shkak të xhelozisë së Sadetin Sulës, i cili e planifikoi vrasjen për të mos lejuar që bashkëshortja e tij të përfitonte pasurinë në rast divorci. Për këtë njëjtë ngjarje, edhe Sadetin Sula është dënuar me burgim të përjetshëm.